Në mjediset e Universitetit Luiq Gurakuqi në Shkodër, u zhvillua një takim me aktiviste nga Shkupi, Emira Selimi, themeluese e Bibliotekës së Librit Shqip në Manastir, një nismë që po jep kontribut të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare. E ftuar për të ndarë përvojën e saj me studentët, Selimi rrëfeu rrugtimin e realizimit të kësaj ideje, e cila mori jetë në vitin 2023 dhe që sot funksionon edhe si qendër komunitare për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Aktivistja u shpreh se pavarësisht të rëndësisë së kësaj nisme, nuk ka gjetur mbështetje nga institucionet në Maqedoninë e Veriut. Nga institucionet në Maqedoni, si nga partitë politike shqiptare as pak, por vetëm nga ambasada e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut. Gjenti pasi që në Manastir ka një asimilim të bollshëm ndaj shqiptarëve, edhe një bibliotekë do të ishte një qendër kulture për ta mbrojtur gjuhën shqipe atje. Kemi 118 fëmijë të vegjël antar që mësojnë gjuhën shqipe, historinë dhe kulturën tonë. Takimi u zhvillua në kuadër të një iniciative të pedagogës Elinda Dibra në Londën, Identitet dhe Multikulturalizëm me studentët e ciklit të ulët. Kemi një vajzë të re, një model e cila ka moshën e këtyre studentëve dhe studentëve që ndjekin studimet në Universitetin Luiq Gurakuqi. Me ndihmën e një komuniteti ndërkombëtar, arriti të realizojë një bibliotekë shumë veçantë. Ky bibliotekë u mbështet masivisht edhe nga shqiptarët anëmban botës, por edhe nga Universiteti Luiq Gurakuqi përpara 2 viteve. Prania e Emirës u vlerësua nga studentët si një shembull frymëzues që dëshmon se me përkushtim dhe vullnet, idetë e mira mund të kthehen në realitet dhe të sjellin ndikim konkret në shoqëri.